Me ndryshimin e klimës të shumë prej personave me sëmundje kardiovaskulare, reumatike e ata që vuajnë nga dhimbja kokës, moti sjell ndryshime dhe në shëndetin e tyre. Kështu ka bërë të ditur specialisti i mjekësisë familjare, Dr. Ali Sadikaj. Personat që vuajnë nga ndryshimet kardiovaskulare, personat që kanë dhimbje koke apo migren, personat që kanë stres më tepër, sepse ndryshimet klimatike sjellin ndryshime në trupin e njerëzit në shumë nivele. Doktori Sadikaj tha se te personat me sëmundje kardiovaskulare, ky ndryshim i menjëhershëm i motit ndikon në ngritjen e presionit të gjakut. Te personat me sëmundje kardiovaskulare, dhe edhe aty kemi ndryshime, sidomos te pacientat me hipertension dhe me sëmundje të zemrës, sepse dim që kur moti ndryshon, nga i nxehtë në të ftohtë, presioni të gjakut mbyllen edhe presioni në mënyrë të përsëritur, shkon ka një ngritje lehtë. Për dallim kur kemi më të nxehtë, kur të gjakut dilatohen ose zgjerohen, atëherë presioni veç bjen. Mirë po ata që vuajnë më së shumti ndryshimin klimatik dhe kanë dhimbje më të theksuara janë personat që kanë sëmundje reumatike, bëri të ditur doktori Sadikaj. Ndryshime më të mëdha dhe më të theksuara kanë edhe pacientat sidomos që janë me sëmundje me artrit reumatoid, me sëmundje reumatike në përgjithësi, sepse me ndryshimin e kohës, personat e parë thuja që i vren këto ndryshime janë personat me këto sëmundje. Zakonisht një ditë dy para fillimit të ndryshimeve, domethënë kur niveli i ajrit veç fillon të rrit presioni ose ajri me qenë më i lartë. Rënja e temperaturave në një kohë kaq të shkurtër, sipas doktorit Sadikaj, të shumë prej pacientëve sjell edhe ndryshime në humorin e tyre.